Më lejoni që këtu para jush të shpreh për herë të parë pas përfundimit të procesit zgjedhor. Pozicionet tona nuk kemi pas asnjë takim me asnjë prej partive politike në Kosovë. Nuk duam, nuk kemi dhe nuk punojmë, LDK-ja nuk do të jetë pjesë e asnjë qeverie pa pozitën e kryeministrit. Do të punoj për një qeveri afatshkurt, pra pas zgjidhjen e çështjes bazike. Faleminderit shumë për pjesëmarrje në këtë konferencë pas mbledhjes së kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, një mbledhje gjatë rreth 5 orë takim, diskutim për pikat e ndryshme të rendit të ditës. Diskutuam për procesin e fundit zgjedhor, rezultatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Vlerësuam se është rezultat me rritje për LDK-n, rezultat në përmasa që i siguron 20 mandate të ardhshme të Lidhjes Demokratike të Kosovës në Kuvendin e Ardhshëm të Republikës Kosovës. Është një rritje e mbarë dhe e mirë dhe jep stabilitet politik LDK-s për të vazhduar reformat e më të tjeshme dhe për të vazhduar dhe ndryshimin e domosdoshëm që LDK duhet ta ketë. E vlerësojmë vlerësimin e qytetarëve ndaj nesh, e kuptojmë mesazhin e tyre ndaj nesh, nuk dim ndryshe, nuk duhet ndryshe, nuk do të bëjmë ndryshe përveç se të sillemi siç jemi sillur deri më tani, pra të jemi me dignitet, të respektojmë Republikën e Kosovës, të respektojmë qytetarët e Kosovës, të kemi fushat model, pa ofendime, pa sharje dhe në interes të Republikës Kosovës. Po ashtu diskutuam dhe për performancën e degëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës veç e veç. Vlerësuam qytetet e degët me performancë të mirë, siç e vlerësuam dhe ato me performancë jo të mirë gjatë këtij procesi zgjedhor, të gjitha bashkërisht në takimet e ardhshme punuese të LDK-s do t'i trajtojmë një nga një. Tani sa i përket pikës së rëndësishme të pozicionit politik të Lidhjes Demokratike të Kosovës, nisëm diskutimet e para, cilat do të jenë të vetme, do të vazhdojmë dhe në ditët në vijim. Dhe më lejoni që këtu para jush të shpreh për herë të parë pas përfundimit të procesit zgjedhor, pozicionet tona të tanishme të LDK-s që janë dhe orientime që i keni dëgjuar tashmë tash sa kohë, duhet të qartësoj para mediave dhe qytetarëve të Kosovës se nuk kemi pas asnjë takim me asnjë prej partive politike në Kosovë, sidomos nuk kemi pasur takim me partinë në pushtet. LDK-ja ka të qartë pozicionin e vetë politik, ka shi lëvizës vetëvendosje. Nuk duam, nuk kemi dhe nuk punojmë për një bashkëpunim me ta. Pra ky është pozicioni i qartë i LDK-s paraelektoral dhe si i tillë mbetet edhe sot dhe si të tillë e kam respektuar për këto 30 ditë dhe do ta respektojmë në ditët në vijim. Po ashtu, qëndrimi elektoral e paraelektoral ka qenë se LDK-ja nuk do të jetë pjesë e asnjë qeverie pa pozitën e kryeministrit. Ky vazhdon të jetë qëndrimi ynë tani. Dhe po ashtu kemi thënë se LDK nuk synon dhe nuk do të punoj për një qeveri afatshkurt. Pra pas zgjidhjen e çështjes bazike të presidentit që përcakton dhe zgjedhjet e ardhshme nacionale të Kosovës, LDK-ja nuk beson se do të ketë stabilitet qeveritar dhe për qeveria afatshkurtra nuk është e interesuar fare. Nuk do të përsërisim pra gabimin paraprak të futjes në qeveri për afate të shkurtra e më pas për të marrë rezultate jo të favorshme elektorale. Interesi i LDK-s është para së gjithash. Gjithashtu duhet të bëhet qartë se ne besojmë se i takon të parit fituesit të zgjedhjeve që të nisë afatet kushtetuese sa më parë. Vendit i duhet stabilitet institucional, i duhet qeveria e Kosovës, i duhet parlamenti i Kosovës. Sipas rregullimit kushtetues, ju e dini se i pari duhet të caktoj emrin dhe kandidatin për kryetar të kuvendit, pas së cilit emër dhe votim dhe të kryesisë nisin afatet demokratike në Republikën e Kosovës. Presim pra certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve dhe presim veprimet e të parit. Pas këtyre veprimeve do të kenë edhe pozicione tjera të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por ju garantoj që qëndrimet tona paraelektorale do të jenë qëndrime dhe paselektorale. Të mësohemi me respektimin e fjalëve të dhëna publikisht dhe s'ka gjë, s'ka skenar dhe s'ka rrjedh që ndryshon pozicionin ton politik. Ju kërkoj falje që pritet ka gjatë. Këta që janë më të vjetër në LDK për 35 vite, më thanë që kjo ka qenë mbledhja më gjatë në historinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, 5 orë e 7 minuta, por ishin 5 orë e 7 minuta të mira brenda shtëpisë politike, diskutime të hapura demokratike që ndodhin brenda LDK-s dhe vetëm LDK-s dhe rikonfirmim i rrugtimit tonë të ardhshëm drejt ndryshimeve të mëdha, edhe për LDK-n, edhe për Republikën e Kosovës. Tani shqiptani, sa i përket çështjes së parë, kemi diskutuar dhe kemi thënë se çdo kandidat duhet të adresojë vërejtjet
dhe pikpamjet e tyre në institucionet përkatëse. Për çdo gjë, qoftë për çështje procedurale të KQZ-s, qoftë për çështje të hetuesisë, mbështesim secilin e temë të institucioneve të Republikës Kosovës. Ruajtja e votës së brendshme, ruajtja e votës ndërpartijake është gjëja më e shenjtë. Pra pa këtij qëllimi qëndron tek ka gjithmonë, siç ka qëndruar gjithherë. Prandaj inkurajojmë çdo kandidat që të shfrytëzojë kanalet zyrtare shtetërore që ka Republika e Kosovës. Tani, sa i përket qeverisë, ne nuk jemi në pozicion të japim as ofertë, sepse s'duam të nisim çështje diskutimesh e pazaresh, sepse jemi të pozicionuar në opozitë, ky ka qenë verdikti i qytetarëve tanë, po e përsëris edhe një herë, i takon të parit dhe vetëm të parit që të nis afatet kushtetuese dhe të formojë qeverinë. As sa kam parë deri më tash, e as sa kemi dëgjuar, i pari thotë që mund ta bëjnë gjë të tillë. I kërkojmë që të nis sa më parë këto afate kushtetuese dhe brenda këtyre afateve të prezantojë një shumicë para Kuvendit të Kosovës. Për çështje tjera, le të flasim pas nisjes së afateve përkatëse. Ajo çfarë nuk duhet të ndodhë në Republikën e Kosovës është që të ketë prolongim të caktimit të kryetarit të Kuvendit dhe konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Kemi pasur 2 raste paraprake në vitin 2014 për 6 muaj dhe në vitin 2017 për plot 3 muaj e gjysmë, kur shumica e pakonsoliduar e atëhershme kishte shtyrë çdo seancë pas seancës, me arsyetimin se s'ka numra të mjaftueshëm për të bërë shumica. Në rrethana të tilla, vendi pa institucione përkatëse në një rrjedh të madh gjeopolitike i shtrohet rreziqeve të pa përcaktuara më parë. Unë nuk besoj se duhet të ketë tani më terme qeveri të pozitës e opozitës, sepse tani ka një rezultat përfundimtar, nuk e dim kush është pozitë e kush do të jetë opozitë. Opozita dhe pozita janë funksione politike partijake, nuk janë emërtime të përjetshme. Dikush mund të jetë pozitë e dikush mund të jetë opozitë. Ai që ka shumicën rëndom sipas rregullës kushtetuese ka pozitën, por qëllimi i LDK-s është të respektojë verdiktin qytetar, të ulet në ulësit që i është dhënë me mandatet që i është dhënë nga qytetari kosovar. Përgjegjësia është raportimi para organeve të partisë. Unë raportova para organeve të partisë, mora konfirmimin në masë të madhe për punën që po bëjmë dhe duhet ta bëjmë. Përgjegjësia mund të bëhet dhe para organeve tjera të partisë dhe natyrisht do t'i bëjmë gjithandej. Ka vlerësim të qartë të strukturave të LDK-s që LDK është rritur, që trajektoria e rritjes duhet të vazhdoj, që ndryshimi duhet të vazhdoj dhe kë ndryshim do ta vazhdoj. Tani që ka marrë edhe 85-6% të votës së LDK-s, do të jem edhe më insistues për ndryshimin e domosdoshëm të lidhjes demokratike të Kosovës. Sa i përket votave të mërgatës, nuk mund të flasim me emra të përveçëm. Ajo çfarë mund të themi është që LDK është dëshpëruar që nuk ka arritur të marrë plot 40.000 vota siç ka projektuar më parë, për shkak të punës së madhe brenda 4 viteve të kaluara, por për çdo ankesë për aq sa është e drejtë dhe e bazuar, janë institucionet përkatëse, le të drejtohen aty do të respektojmë. Nuk mund të pretendojmë rënim të procesit zgjedhor vetëm se është rrit LDK-ja. Nuk mund të pretendojmë zhvlerësim të votave të mërgatës për një kandidat të mërgatës vetëm se partia në pushtet si ka marrë 51 mandate siç ka pretenduar. Thonë nuk është argument thuhet se LDK-ja është rrit dhe votat janë të pavlefshme. Kjo e bie që ne s'kemi drejt të rritemi asnjëherë më. Por është synim ynë që të rritemi dhe herën tjetër do të rritemi nga 20.000 në 40.000. Do të punojmë për një gjë të tillë. Ajo çfarë është e rëndësishme tani për mua dhe për partinë është që të vazhdojmë ndryshimin dhe po e paralajmëroj të nisim turneun e falënderimit. Do t'i falenderojmë këta 171.000 njerëz që na kanë votuar. Kemi qenë vetëm 110.000 njerëz, votues tan jemi 171.000 njerëz. Dhe për këtë ndjejmë vetëm falënderime. Pra edhe një herë insistoj në rrugën që duhet ta ndjekim si parti politike dhe për këtë kam mbështetjen e plotë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilën udhëheq me plot përgjegjësi e dinjitet. Unë dhe askush nga njerëzit e autorizuar të LDK-s nuk ka pasur asnjë kontakt me asnjërin prej partive politike në nivel të komunikimit zyrtar. Kemi pas komunikim të urimeve pas zgjedhore që janë normale, por jo komunikim zyrtar të diskutimeve për qeverisjen e ardhshme. Për 3 arsye bazike. E para sepse të parit i takon afati kushtetues dhe të tjerët s'kan se çfarë kërkojnë këtë afat. Pra s'mund të mblidhen të tjerët për të konsumuar një afat që s'ju takon, edhe po të mblidhen, edhe po takohen, i takon prapë të parit që të nisë këtë proces. Dhe e dyta, ajo çfarë ju shtruat bie ndesh me pothuajse të 2 shtyllat bazike për cilat ne kemi pas qendrim para elektorat. Pra ne nuk besojmë në një qeveri që ka fat të shkurt. Nuk mund të jemi pjesë në qeverie për 6 muaj të ardhshëm, 7 muaj të ardhshëm, e pas të shkojmë në zgjedhje vetëm sa për të akomoduar
lumirin ose tjetrin. Nuk kemi interesat të pozicioneve këto. Interesi vetëm është mbrojtja e lidhjes demokratike të Kosovës. Puna e madhe që është bërë për këto 4 vite, për të ringritur LDK-n nga një rënje historike, pothuajse dërmuese për LDK-n. Mos harroni, pothuajse dërmuese për LDK-n, është punë që duhet ta ruajmë me plot kujdes. Nuk gëzojmë që pas 4 viteve të përsërisim gabimet e njëjta, e të futemi në qeveri të përkohshme, e afatshkurte, sa për të kryer ndonjë pozicionim të ndonjë individi, kryeministër apo ministër, ama pas për përfunduar në rezultate katastrofale. Edhe një herë po themi, interesi jonë është të mbrojmë LDK-n, sepse duke mbrojtur LDK-n, e mbrojmë dhe interesin e Republikës Kosovës. Këto dyja janë bashkë, nuk janë të ndara. Duke mbrojtur LDK-n, po e mbrojmë edhe Kosovën. Në momentin që se kemi mbrojtur LDK-n, kemi përfunduar me një LDK të përgjysmuar në 12% pa forcë politike dhe më pas me 4 vite përpjekje për të rikthyer veten me plot mund. Tani që jemi kthyer në 171.000 vota, pak a shumë baza e LDK-s që ka qenë historike, ne duhet të shikojmë përpara tek prurjet e reja, antarësimet e reja, zgjerimi i bazës dhe krijimi i kauzave të reja tashme. Kjo është interesi ynë. Nuk ka pas komunikime të tjera, le të presim konsumimin e afateve nga i pari, e më pas diskutojmë për rrethanat e tjera, duke i mbrojtur këto 3 orientime që unë i shtrova pak.